Çfarë do të ndodhë nëse Irani sulmon Izraelin? Irani goditi bazat e SBA-s në Irak dhe në Siri me raketa. Pra, a mundet Irani të sulmojë Izraelin? Irani drejt përfshirjes në luftë. Izraeli ka shkelur të gjitha vijat e kuqe. Irani nuk ka kufi toksor me Izraelin. Ai duhet të përdor forcën e tij ajrore ose raketat balistike për të sulmuar. Nëse Irani sulmon Izraelin, do të ndezë luftë totale botërore. Kur shqyrtojmë forcat ajrore iraniane, shohim se ajo ka avion shumë të dobët dhe të vjetër. Mund të themi se Izraeli ka një forcë ajrore shumë të zhvilluar, krahasuar me Iranin. Kur shikojmë mundësinë e sulmit me raketa, duket mjaft e vështirë për Iranin të godasë Izraelin. Nëse Irani përshkallëzon konfliktin, Izraeli do të detyrohet ta kmerret, duke çuar në një luftë potencialisht shkatëruese në shkallë të plotë. Shefi i inteligjencës ushtarake të IDF-s, General Major Aharon Aliva, flet në një konferencë në Tel Aviv, ku deklaroi publikisht kohët e fundit se Hezbollahu dhe shefi i tij ishin afër të bënin një llogaritje të gabuar dhe të rrezikshme. Duke pasur parasysh konfrontimin më të guximshëm dhe gjithnjë më të drejtë për drejtë i Iranit me Izraelin, një llogaritje e tillë e gabuar mund të jetë shkëndija që e zhyt Izraelin në një luftë të hapur dhe totale me perandorinë neo-persiane të Iranit në zhvillim e sipër. Kam prehur më tej kuptimin se